Pas përfundimit të provave të lira për çmimin e madh të Kinës, Lewis Hamilton shënon kohën rekord dhe rikthen në krye skuderinë e Mercedes. Në pistën e Shanghai, Hamilton kryeson me kohën më të shpejtë, midis tij dhe shokut të tij të skuderisë Rosberg, i cili u rënditi treti dhe depërton Alonso me Ferrarin e tij, ndërkohë që Ricciardo dhe Vettel përfundojnë provat e lira përkatësisht në vendet e 4 dhe të 5 me makinat e Red Bull. Raikkonen klasifikohet i 7 për shkak të disa problemeve në sistemin elektronik në Ferrarin e tij, duke lënë Massan me Williams në vendin e 6. Pas përfundimit të garave, ku të gjithë pilotët kanë lënë skuderinë, ata kanë dhënë komentet e tyre për rezultatet e arritura gjatë provave të lira. Edhe pse u rënditi pari në këto prova, Hamilton u shpreh i pakënaqur duke përmendur problemet që ka pasur me balancimin e makinës së tij. Kampioni i skuderisë Mercedes tha se gjithashtu pavarësisht rezultateve ka ende vend për përmirësime. Pavarësisht performancave të tjera, jam i kënaqur me punën që kemi bërë. Kështu është shprehur piloti i skuderisë së kuqe Alonso, i cili ka shfaqur shenja pozitive për Ferrarin e tij.